fshatit Borç, ose kryeplaku i fshatit Borç, njësia administrative Manës, bashkia Durrës. Para 5-6 vitësh, një grup prej 3-4 vetësh, vitën dhe më takojnë, dhe mënyrën që i takove, kuptove që nuk ishin shqiptarë. Mu prezentuan, jemi iranian, kanë ardhur në kampin Ashraf Trend Manës. Qyshe ditën në fillu mi farë misie. Ditës, ta vishin e takojshin, bëshin muhabet, kemi pi kafe në për klube, edhe marin pjesë në gëzimet tona. Çdo vitëri shkollor që fillojnë shkollet, këta shumë familje ndihmojnë me artikuj shkollor. Shumë familje tjera, fëmijëve t'u blejnë edhe rrobat për shkollë. Kanë organizuar disa herë festa, do thonë me ushqime, në lokalet që kanë këta lokale shumë mëdha, prej 500-600 dhe 800 vetë. Këta festa këta i bëjnë për Baram edhe për vitëri. Njëkohësisht në këta festa këta ndajnë edhe ushqimet të pakatuara si miell, riz, sheqer, makarona, domethënë për shumë familje në për fshat. I kam taku shumë herë edhe në qytet, në Durrës, që këta shkojnë për vizita. Domethënë se këta kanë liri dalë tamam. Tamam si ne. Pra, ne kemi konsiderat, vinë, na vizitojnë, edhe ne përshkojmë, i vizitojmë si Ashraf. Në bashku edhe njerë. Kemi pa muzeumin e këtyre që edhe xhamin, kanë bojnë xhamin shumë të mirë. Pra ne me këta shkojmë tamam si vëllezër, edhe kemi marrëdhënie shumë të shkëlqyeshme.